Kjo është një takim që dëshirojmë natyrisht t'ju ndëgjojmë edhe juve për hallu problemet. Ashtu që kryetari i jashtëm i komunës që nuk dishoj se do të jetë, kuptohet doktor profesor Sadi Bexheti, do t'i ketë parasysh dhe me prioritet do të qaset në zgjidhjen e tyre. Pra ne kemi një përparësi si parti politike, që kemi një kandidat me vërtet shumë të qelluar, zotin Sadi Bexheti, profesor doktor, i cili është dëshmuar në jetën e tij edhe private, po ashtu edhe në jetën shoqërore, me aftësitë e tij organizative, se mund të bën shumë më shumë edhe për komunën e Tetovës. Jo rastësisht ne jemi përcaktuar për të nxjerrim kandidat mundshëm, tu nis në aftësi dhe cilësitë e tija, se me siguri për 4 vite do të ndryshon pamjen e Tetovës. Kemi marrë vesh edhe me zoti Sadi Bexhetin prioritet për gjitha prioriteteve, posa ta merr postin e kryetarit komunës, do të jetë zgjidhja çështjes së ujit për Tetovën. Unë mendoj në qytet me këshilltarin e ju, njëkohësisht edhe kryetarin e bashkisë lokale, do të jemi në kontakt çka ka mundësi të rregullohet edhe me anë të partisë, domethënë të kemi si tërësi, edhe do të punojmë domethënë në bazë. Do të punojmë për arsye se duhet ato rezultatet tona të shijojnë ju. Komunën e Tetovës bëhet pengesë, si për shembull investimet që janë të nevojshme në infrastrukturë, nevojshme në rregullimin e çelëve të fëmijëve, nevojshme për rehabilitimin e njerëzve që kanë dalë nga lufta, domethënë, të cilët janë të dëmtuar dhe nuk janë gjendje të punojnë, pra të merret konkretisht shteti, domethënë, institucionet tona të merren konkretisht me rehabilitimin e këtyre njerëzve. Njëkohësisht do të bëhet kontrolla nëpër shkolla me qëllim që fëmijët që përdorin droga të ndryshme edhe profesorët, ka projekte të caktuara si janë përdorur në Zagreb, me ditë pa paracaktuar që ata njerëz të identifikohen në kohë, edhe të merret të bëhet rehabilitimi i tyre, njëkohësisht hapen institucione të tilla që do të kujdesen. Po ashtu edhe për njerëzit e vjetër të mësuar që dëshirojnë të jetojnë me fëmijët e tyre, që u pegojnë shtëpi, kanë të ardhurat e vetë, njëkohësisht do të ndërtojmë shtëpi për të moshurit, me qëllim që të kenë sa më kushte më të mira. Pra këto janë projekte të cilat edhe organizatat jo qeveritare të Evropës, pra edhe shtetet e ndryshme, qytetet e tjera mund të na ndihmojnë në këtë aspekt. Mendoj se me ekipën tonë që do të shkojmë sigurisht në komunë, punojmë domethënë paralelisht në të gjitha lëmit, edhe mendoj se do të jemi shumë të arsyeshëm në këtë aspekt që të bëjmë kushte për rehabilitimin e çdo sferë të jetës, duke filluar edhe domethënë prej të fëmijët edhe deri te territorit. Këtë e them jo vetëm me fjalë, por do ta vërtetojmë edhe me punë. Po ashtu do të bëhen edhe disa projekte që janë parapama, kryesisht prej Gjipçishtit të Tiranës e Malit, çat ketë staza për të ecë, me qëllim që njerëzit që dëshirojnë të ecin të kenë vende ka të lëvizin. Lagja me 2 kushtet kërkon largohet, është ndër objektivet të imja dhe Programet konkrete janë këta, që ne jemi sot me ju, së bashku me kryetarin e bashkisë lokale, Degës, nëse kemi mundësi që kjo ëndër e imja të realizohet vinë komunë, sigurisht janë projekte të cilët i varen e bashkisë, edhe bashkisë lokale, po edhe Universitetit Shtetëror të Tetovës, janë projekte të cilët ne do t'i realizojmë së bashku. Cilët janë projekte, duke filluar nga infrastruktura, organizimi i jetës kulturore artistike, organizimi ekonomik me ndërmarrje të vogla dhe mesme, komunës i lejohet e drejta që të bëje antarësimin, binjakëzimin e vetë me komunat e zhvilluara të Evropës, pra të cilin në rast do ta shfrytëzojmë maksimalisht me të gjitha lidhje që i kemi, edhe do të mundohemi që të bëjmë kushte për zhvillimin e biznesit të atij ndërmarrje që do të vinë nga këto shtete, dhe njëkohësisht donacione do të mundohemi të marrim prej organizatave jo qeveritare dhe të rregullojmë shumë lëmi të cilët kanë mbet mbrapa. Pra do të punohet në të gjitha planet, paralelisht domethënë, çdo lagj do të jepë ndërtira të caktuara, edhe mendoj urbanizimi, nevojat, pavarësisht ne do të mund t'i realizojmë, ne do t'i bëjmë të gjitha projektet, edhe mandej me lagj, si do të afrohen ato, kush do të afrohet ndaj nesh, ne të kemi të gatshme projektet. Për arsye se përvoja ka treguar shpesh, kur kemi pas projekte të gatshme, kemi kaluar shumë mirë. Pra atë përvojë do ta shfrytëzojmë maksimalisht me projektet, edhe kur të vinë pra ofertat e ndryshme, ne do të jemi të gatshëm. Po ashtu, e përmenda se një pjesë e
pushteti që e kufizon veçanërisht për shembull pjesën e qendrës sportive të Tetovës, që është ndërtuar me kontributin tonë, 2% pagesa që ka mbledhur prej tarifave të qytetarëve të Tetovës, pra do të bëjmë kërkesën që të kthehet komunës dhe ta menaxhojë komuna me qëllim që të ndërtohet paku i qendrës Tetove dhe pjesa e gjelbër të qytetit të rregullohet një herë për gjithmonë, edhe ato vende duhet të jenë të shenjta. Po ashtu edhe kodën e diellit, e dini se ajo është pjesë që i ka taku komunës të Tetovës, i është dhënë në menaxhim Jugochromit, Jugochromit ka dhënë menaxhim, domethënë ja ka fal pushtetit qendror të vënës, pra në të njëjtën mënyrë si ka shku do të ngrejmë procedurë për kthimin e këtij objekte. Për arsye se këta janë resurse dhe do të hapim edhe ndërmarrje të tjera në komunën e Tetovës, veçanërisht shëndetësinë primare dhe sekondare që janë në menaxhimin e komunës dhe do t'ju mundësojmë mjekëve tonë që të përfshin të gjitha pjesët që janë të nevojshme dhe punësohen mjekët dhe të kemi një shërbim më cilësor për qytetarët. Mendoj komuna e Tetovës është komuna e rëndësishme për ne, për arsye se këtu të gjitha punët e mëdha në bënë në Tetovë. Pra, për arsye se 2 universitetet është merit e qytetarëve të Tetovës që janë hapur në Tetovë. Sot, gjithë rinia e Republikës Maqedonisë studiojnë në qytetin e Tetovës. Kemi 10% popullatës e cila është pa nënshtetësi. Duke martetu, ka linë këtu, është martu këtu, akoma nuk ka nënshtetësi. Nuk mund të shërohet, nuk mund të merë të drejtat e veta, pra të gjitha të sankcionohen, të gjitha janë centralizuar pra në Shkup. Pse u a them këto? Të gjitha janë këto problemet të cilët na tangojnë neve qytetarët, pushtetit lokal, dhe mendoj se bashkë me ju, pra ne duhet dalim të votojmë. Sot unë e kom kartë.